Përshëndetje miq të nderuar nga kudo qoftë në botë që po I përcjellni këto ligjërata e këto video të mia. Kësaj videoje sot nuk dua t'ja bëj as edhe një të vetmën fjali parathënëse përshkruese se çfarë do të flas. Sepse dua që ju vetë ta kuptoni dhe ta cilësoni përmbajtjen e kësaj teme të sotshme. Pikërisht për shkak se është duke ndodhur një ere, një diçka e pa imagjinueshme dhe e pa besueshme deri para 2 vjete, të cilën asnjë musliman, si qytetar I rëndomt, e ndoshta edhe si lider I ndonjë vendi musliman, përtej kësaj, ndoshta asnjë njeri në botë nuk ka mund të imagjinoj se mund të vijë dita, të mbërrim ditën dhe të shohim atë që është duke ndodhur. Para se të hyj në shtjellimin e kësaj teme, dua të ndaj me ju një informacion. Mora pjesë në një forum ndërkombëtar me titull "Ka po shkon bota islame? Islam dynjası nerede ve nereye?" Forumi u mbajt në qendrën kulturore të Bashkisë Shahin Bey, ku morën pjesë figura dhe emrat të shquar nga shumë vende sidomos muslimane, nga Iraku, nga Egjipti, nga Irani, Palestina, Siria dhe shumë vende të tjera. Forumi ishte organizuar në Gaziantep të Turqisë, punimet filluan dhe në fjalën hyrëse u tha edhe kjo fjali e cila më ra në vesh dhe e shënova aty. Problemet që po përjetojmë sot si botë muslimane janë rezultat I distancës që kemi krijuar nga vlerat tona të së kaluarës. Pavarësisht se kemi një trashëgimi të madhe dhe të thellë qytetërimore, problemet me të cilat po përballemi sot janë rezultat I kësaj distance të krijuar midis nesh dhe vlerave tona, e jo siç thuhet shpesh rezultat I faktorëve të jashtëm. Në ndërkohë, Azam Temimi, një studiues I rryer dhe një autor studimesh e librash të njohura në botën islame dhe jo vetëm, që është me origjinë palestineze, fjalimin e tij e fillon me një ton të zemruar dhe konstaton se arabët sot nuk janë të lirë. Më pastaj lëshohet në kritika herher të ashpra ndaj udhëhecësve të shteteve arabe. Përgjegjësinë për ngjarjet në Palestinë më shumë u ahodhi shoqërive muslimane, administratave, qeverive, mbretërive, princërve musliman, se sa që u ahidhte faktorëve të jashtëm që po ndikojnë në botën muslimane. Bile në një rast tha, e gjithë kjo është rezultat I botës jo të lirë arabe. Më pastaj preku nevojen e kthimit ka vlerat kulturore islame të cilat janë në përkëmbër nga vetë shoqëritë muslimane. T'ju them drejtën, diçka nga ajo që do ta shtjelloj sonte herher e kam përmendur, e në një video të kaluar thash se bota akademike, simpoziumet, forumet, tribunat, konferencat, ku po marrin pjesë dhe po japin kontributet e tyre shtresat intelektuale, akademike, arabe, janë duke folur ditë e ma shumë
për nevojen e një bashkimi arab e një bashkimi gjithë musliman në botë. Në atë video përmenda se është duke u kërkuar ndërtimi i një rrugë nga Irani deri në cepat e Atlantikut në Maroko, që do t'i lidhte vendet muslimane arabe njëjtë sikur si u shqujt në një tribun ajo largpamësia e Sultan Abdulhamidit kur e ndërton Hekurudhën, e cila ende është, por është jo funksionale, nga Stamboli në Damask, në Amman, Mekë, Medine dhe vendet të tjera të gadishullit arabik. Që ky Temimi, që ky autori i mirënjohur, po thet aty se receta për shpëtimin e muslimanëve dhe të gjithë njerëzimit gjendet në Kur'anin e shenjtë, në Sunnetin e Muhammedit alayhi salatu wasalam e gjithashtu në trashëgimin qytetërimore që rrjedh nga këto dy të parat, nga Kur'ani dhe Sunneti. Në fund të atij fjalimi po thotë se bota islame duhet të nisë urgjentisht një udhëtim përpara për të kthyer ka rënjet e saj. E përdori një fjali interesante. Do të kthehemi, do të nisemi sa më shpejt përpara për të kthyer tek rënjet tona. Gjatë këtij forumi, kongresi, shetije sipër më ranë në sy dy momente shumë interesante. E para, xhamia impozante në Gaziantep, në Shahim Bey, dhe biblioteka kombëtare Shahim Bey, e cila ishte bërë me një kapacitet 4.000 persona të ulen dhe të lexojnë aty në të njëjtën kohë. Mësova, gjatë shpjegimeve që bëheshin aty, për neve të pranishmit mysafirët, se kjo bibliotek është e dyta më e madhja në Turqi. Se për çfarë biblioteke është fjala, hyni në Google, lypeni Shahim Bey Milli Kütüphanesi edhe Shahim Bey Milli Xhami dhe shikoni fotografit se çfarë kishte bërë Turqia e kohës së Erdoganit. Është hap vitin 2024. Kjo bibliotek mësum se është e dyta më e madhja në Turqi. Punon 24 orë trindrime, ta quaj kështu, dhe 7 ditë një javë. Biblioteka e parë, që ta dini ju miq, më e madhja në Turqi, tani për tani është biblioteka kombëtare në kompleksin presidencial në Beshtepe të Ankaras, të cilën rezidencë presidenciale e bëri u bë me insistim, me kërkes, me gjithë kundërshtit e mëdha të opozitës, u bë me insistimin e Recep Tayyip Erdogan. Biblioteka kombëtare presidenciale ka brenda 141 milion, nuk po dëgjoni gabimisht, 141 milion, po e këshyri orën se kam thënën, nuk do të bëj ma shumë se 30 minuta, përveç kur spjegojmë diçka ndonjë temë kështu me një rafsh ma gjerë shkencor e akademik. Nejse, biblioteka kombëtare presidenciale brenda ka 141 milion e 718.843 libra, pra afër 150 milion libra, dokumente, harta, botime të ndryshme, që së bashku me inventarin e arkivës shtetërore presidenciale, i është vënë në dispozicion
të gjithë studiusve brenda Turqisë dhe jashtë botës. Jashtë Turqisë në botë. 150 milion libra, burri i botës, lideri i tanishëm i Turqisë, e ka bërë bibliotekën në kompleksin presidencial. Kjo bibliotek është e vendosur të ajo kulla, të ajo shtëpia presidenciale që e shihni, ka një hapësirë 125.000 metra katror në mbulesë dhe mund të lexojnë në të njëjtën kohë aty hiç më pak se 5.000 lexues. Imagjinoni kapacitetin e saj. Gjëja e dytë që ra në sy gjatë kësaj kohe ishte Xhamia Milli Xhami, xhamia kombëtare me përkthye shqip, xhamia nacionale turke, emni pak mos themi çuditshëm, por një xhami madhështore kombëtare në Shahimbej, një shembull unik i llojit të vet, e sipas mendimit tim edhe moderne, por e frymzuar nga një stil klasik Selçuk Osman. Ajo çka ishte edhe më interesante në këtë xhami, me gjithë këtë hapësirë të madhe, ata të cilët e vizitojnë Turqinë dhe kanë kohë e mundësi pa i pa këto dy gjana që ishin bërë në Shahimbej aty, mos thotë se e kam vizitue Turqinë. Jo veç ndeti me shkue dënera me hangër ato gjeltorët e mahniqme të Turqisë, të cilat në një kohë i kemi pas edhe ne, me hinë gjeltorët e ne, më pare i ke pas 10-15 lloje të ushqimeve, 20 lloje të ushqimeve, e që për fat të keq. Kjo është mangësi e kombeve që s'din me rujt traditën dhe kulturën. Kemi folna për këtë temë shumë herë. Lufta kundër Mevludit është luftë kundër shlyerjes së thesarit kulturor. Lufta kundër odave, kundër pritjeve, kundër atyre darsmave që i kemi bërë tradicionale, është luftë për ta shtypur dhe shly thesarin kulturor. Lufta në përpjekja për me ndrua sistemin e pritjeve, ndajen, bisedimet, kafët e qajit, ato kafiterit e qajit, ato ambëltorët e dikushme me ambëlsirat shqiptare, ato kanë humbë. Këto ndodhin tek popujt, mos them të vegjër, se ne jemi të madh, të mdhej dhe jemi madhështor, por që nuk arrin dot ti rrin në ball ndikimet frymës e gërsisë së qytetërimit. A unë e kam shpjeguar më shumë se njëherë raportin disproporcional midis kulturës dhe civilizimit. Sa më e fortë jetë kultura kombëtare e një populli, aq më dopt ndikon civilizimi i jashtëm në te. Sa më i fortë që të jetë civilizimi dhe kultura kombëtare më e dobët, aq më shumë civilizimi e ndryshon kulturën kombëtare. Andaj, ruajtja e traditës, e thesarit ton kulturor, duke u nisur prej atyre ritualeve, atyre netëve të mëdha, atyre mevludeve, e qelimeve, e seneve, pritjeve, hoxhës ku më dhënë muhabeti, e darsmave, ato qitelia, ato me surlame, ato janë thesarbre, ato nuk mund të vlerësohen me pareja me diçka tjetër. Ruajtja e tyre, a synimi jem, kur bërtas në mbrojtjet e tyre, ju betohem se është pikërisht në këtë pikë. Nuk duhet të lejojmë ne kaq lehtë që nga njëra anë bota islame, nga ana tjetër qytetërimi perëndimor të shlyjnë nga kultura jon, nga thesari jon, çdo gjurmë të cilën e kemi pas. Edhe xhamijat mrena fillun me ndryshu, do të më konë këtë bardhë se xhamia pejgamberit u konë bardhë. Po bash xhamia pejgamberit u konë e bardhë. Ta dini, nuk u konë e lime me qyreq, ja me polikolora me të bardhë. U konë me loq, me ngjyrë rëre, me ngjyrë shkretine, një farë e verdhe, e veçant, ngjyrë e shkretëtires. Nuk bën të spihi, nuk bën kjo, nuk bën kjo, nuk bën kjo, bidat kjo, bidat kjo, bidat kjo.
e lanë viç këtë. Nej se mos dal prej temës, se minutazha. Kështu, miq, pra, kjo xhami moderne por e frymzuar nga një stil klasik Selçuk Osman. Ajo çuditshmja e kësaj ishte se xhamia nuk e ka asnjë luster. Aviza, si i thoni aty në lusterave, ne i thojmë që varet drita, përshka e marume me asi arkitekture dhe me asi preciziteti sa drita e djelit me e ndrique, ndërsa natën ato bateri që ka mbushën me energji djelore me e ndrique në mënyrë të mahneqme xhamien brenda. E bome me një kaliografi gjithashtu të mahneqme, e praruar prej arit 24 kat, të mihrabi atje emrat e Allahut, 99 emrat e Allahut të madhreshëm, një 34 metra gjerësia e kupollës, 67 metra e lartë dhe struktura e bome mrena aty, që kur t'i bje drita nga jashtë, çfarë vezullime si të verdh bënin emrat e Allahut përpara, mos me t'lan rahat me dal prej atyhit, po me nejt sa më shumë aty. Kjo xhami është hap në vit me 4 shkurt të vitit 2024, i ka 6 minare, 4 prej tyre 107 metra të nalta, ndërsa 2 prej tyre 91 metër. Thelbi i temës nuk është këto. Po hitash në thelbin e temës, duke e përfundu qëtë pjesë me ajetin kuranor i cili flet në mënyrë eksplicite për ndërtimin e xhamisë. Edhe thot Kurani, 5 kategori të njerëzve i marojnë xhamit. Dëgjoni kolegë, 5 kategori, e dini po, ta dini se fjala është për 5 kategori të njerëzve që ndërtojnë xhamit. 1. Innama ya'muru masajid Allahi men amana billah. Vetëm ata shka besojnë bindshëm në Allahun e madhreshëm, e besimi i bindshëm në Allahun e madhreshëm dënë të thot asluha thabitun wa far'uha fis sama, shpjegohet me një vend tjetër, me një ajet, rënjet shumë thellë deri në pafundësi poshtë, besimtarit që nuk lëkundet let, wa far'uha fis sama, edhe kokën e manalt, fletët, degët i ka lartë në qiell, pra një besimtar që nuk lëkundet let nga tundjet, problemet, kërkesat, dinamikat, vështërsit e jetës, la khaufun alejhim wala hum yahzanun. Janë pikërisht ata besimtar të tillë që i besojnë Zotit dhe la khaufun alejhim wala hum yahzanun, që nuk frigohen dhe nuk tendosen prej problemeve ditore të cilat. Sepse tek e fundit miq, në këtë botë nuk kemi ardhur me nejt duar kryq e me dur në gjepa mi fitu zgjedhjet, me fitu jetën. Jo, kjo botë është sprov, që ta dime. Kjo botë është sprov në plot kuptimin e fjalës. Më i miri prej të gjithë juve e unë e kejt botës, illa bit taqwa. Ata të cilët e kuptojnë me devotshmëri se jemi në këtë botë për të sprovuar, për të bërë durim, e durim nuk do të thot me i shtrëngu dhëmt, me vajtu mu pështet për muri, por durimi, sabri në islam dënë të thot pranimin e caktimit të Zotit, pranimin e asaj që ka ndodhur dhe duke u ballafaque në mënyrë të mençur me e te i kalu, jeta do të me hec. Sabri do të thot me pranue të tillë, me mujt dhe me vazhdue jetën përpara. Kategoria e dytë është wal yawmil akhir. Ata të cilët besojnë në ditën e mbram, wa iqames sala, ata të cilët krijojnë lidhje të forta me Zotin. Pi beson pi beson ditës mbram, po Zoti po do me ditë tashti, ditën e mbram me të kallëzu se a je kon qaj besimtar ajo, wa iqames sala. A jetu i majt lidhjet e Zotit 3, me Zotin 3, e 4 wa ata zaka, që kontribon në shoqëri, është dërdhënës, nuk është kaprac, e jep zeqatin, walem jahsha illa Allah.
dhe nuk I frikohet asgjëje tjetër pos caktimit, pos Allahut të madhreshëm. Fe'asa ulaike an yakunu minal muhtedin. Që ta në islam quhen të udhëzuar. Me të vetë dikush, shka do me thonë be udhëzimi, lexoja që të 5 pikat të qëti ajeti që fletë se kush I ndërton xhamijat. Miq, e nisa muhabetin me qatë forum. Pasi dëgjova aty, mu lidhen me ato shka I kum thamë për para, se a thua, a po mëson bota islame, që t'i shëroj plagët e veta me duart e veta, apo del e vërtet, ajo që radhazi para kësaj kamere është thonë, se Gaza, lufta në Gaza, ka ndryshuar rrjedhat e historisë, dhe se s'ka asgjë më e fortë që ka mujt me izgjue disa nga gjumi e shumicën nga klapia prej muslimanve, shoqërit muslimane, se sa lufta në Gaza. Bile, jo vetëm vendet muslimane, shoqërit muslimane, që I ka zgjue nga gjumi Gaza, por edhe vendet e krishtere dhe të kulturave të tjera. Atë të cilën e ka bo kryeministri I tanishëm Izraelit, nuk kish mujt as kush tjetër me bo dëm ma shumë për popullin e vetë se sa a I vetë, dhe as një lider musliman, as një njeri, as Trumpi, as Bideni, as Ban Ki-mooni, të them kështu, Guterresi nuk kish mujt me I bind, inspiru dhe me I bind muslimanet, shoqërit muslimane, se është koha që muslimanet ti kthehen vetvetes dhe ti shërojnë plagët e veta me duart e veta. Për dekada të tëra, miq të dashur, bota islame ka qenë e drejtuar, apo shikimin e vet e ka pas të drejtuar nga kryeqytetet perëndimore, fillimisht si rezultat I kolonializmit, e më pastaj edhe I ecurive përparimit enorm teknologjik, shkencor, shoqëror, emancipus, demokratik, e edhe të armatimit të botës perëndimore. Për çdo krizë, për çdo problem që ka ndodhur në botën muslimane, deri me 7 tetor 2023, liderët musliman, shoqëri civile dhe të tjera institucione dhe popujt musliman, me njëherë menja çka do të bën Amerika, a do të intervenon Franca, do të intervenon Britania, Gjermania, atjera, Kombët e Bashkuara, andej e këndej. Me njëherë menja të këndej. Tani ta dini, ma nuk është puna ashtu. Ka ndryshu në themel situata. Mos thëmë themel, është duke shkuar ka ndryshimi radikal I situatës tek popujt dhe shoqërit muslimane. Shoqërit muslimane pritnin deklaratën e Washingtonit, të White House-it, pastaj se çka po thet Bruxelli, çka po thet ky kongres, çka po bëhet këtë kongres dhe të tjera. Megjithatë, shpresa për një zgjim, siç nuk po flas, unë shka po shoh këtu, unë shka po lexoj, unë po e përshkruaj, po e analizoj gjendjen momentale të shoqërive muslimane. Dhe lufta e palestinezëve, rezistenca heroike e tyre, lufta në Gaza I bëri shoqërit muslimane ti hapin syt dhe ti bojnë sa një kep. Afganistani, Pakistani, pjesë të tjera të lindjes e mesme, pjesë të Azisë, të Afrikës, Azerbejgjani, andej këndej, me pas se si është të vlue shtresa intelektuale, akademike e vallahi edhe ajo politike e këtyre vendeve. Veç ka fillue pyetja, sepse ne të shikojmë në organizatën e Kombeve të Bashkuara se çfarë po vendos dhe çfarë do të vendos dhe çfarë po na fal e po na dhuron, në vend se ti orientohemi organizatës së Bashkëpunimit Islamik,
ose organizatave të tjera muslimane. Tani më çdo gjë ka ndryshuar. Një mozaik i ri është duke mugulluar mbi sipërfaqen e marrëdhënieve ndërkombëtare, të raporteve midis shoqërive dhe shteteve, jo rastisht thash, jo vetëm muslimane, por edhe të vendeve tjera. Edhe pse vazhdimisht Izraeli është duke e shkel armëpushimin në Gaza, i krijuar sidomos nga ndërmjetësimi aktiv i Turqisë, Katarit, fillimisht Amerikës dhe një rol permanent të Egjiptit, e gjithë kjo po demonstron një lulëzim të një mendësie të re që i redukton nevojat, shpresat, shikimet ka bota perëndimore, e cila në botën islame shihet si fajtoria dhe faktori kryesor që lindjen e mesme e ka sjell në këtë gjendje. Andaj thash miq, a thua a po mëson bota muslimane që ta shëroj vetveten, dhe të njëjtën pyetje është shtruar dhe diskutuar në konferencën e Gaziantepit. Roli i Egjiptit, mos harrojmë, më kritiku do bajegës i ashpër pse pe livdoj Egjiptit. O vllazni, unë nuk livdoj dhe nuk kritikoj. A i një të marrë vesh. Unë e shtroj tema, unë analizoj. Jo, nuk kam unë t'ja maj krahi këti. Për këtë arsye ju po stepeni, po çuditeni ka një, dje fole mirë për Turqinë, sot nuk bë fol. Dje fole kundër Sisit, sot nuk bë fol. O zotni, o vllazni, o motra, unë nuk flas për këtë shtet. Nëse ka diçka që do të më majt krahin vazhdimisht, ku më thonë, si person Muhamedi a.s. dhe si vend është gjeografia shqiptare, atë dhe ujim, shqiptaria. Në raste tjera, bile edhe këtu, në mënyrë analitike, s'kam lider që vish për ta. Ja ku më dhonë besën LDK-jes, PDK-jes, VV-jes, edhe s'ka më turk i gjallë që më lëviz për këtë ujtë. Pa i ka hije bërë kjo një intelektuali, bre. Po edhe juve do të mi ardhë rëndë, më thëmë turp, marre, me kërku një gjë të tilë prej meje. Pra, Egjipti me gjithë kritikat që më janë drejtuar, edhe shkojnë me lidhi me njerë me Vahabizë, me Saudin, me këne. Allahi, jam mundsoft me lexu edhe me pase, shka ka në reshta, mes reshtave dhe në meta reshta, vllazni. Edhe kështu. Këmbgulja egjiptiane, miq, për mos me i pranu, këmbgulja egjiptiane i shkepuna 600 miliard dollar. Mbi gjys trilioni dollar. Këmbgulja egjiptiane, e qeverisë egjiptiane, e popullit egjiptjas, që ta refuzoj kategorikisht vendimin, kërkesën, urdhresën e Washingtonit, tregon se roli i Egjiptit është i pakontestueshëm. Para sa po mundet, e para sa edhe i ka interesat e veta, sepse Erifi i ka 110-140 milion sa jenë bo aty. Luftën nuk e nisin njerëzit edhe shtetet hap, por e nisin duke mendue mirë e duke i boe shumë llogari. Pra, roli i Turqisë, i Katarit, i Egjiptit janë duke e shtyje përpara ka kthimi i besimtarve tek një identitet i ri i muslimanëve dhe i shoqërive muslimane. Dhe unë mendoj, skena e dëshiruar arrihet atëherë kur komponohen kapacitetet ushtarake dhe teknologjike të Turqisë së tanishme, fleksibiliteti dhe fuqia financiare e Katarit, fuqia bërthamore e Pakistanit, fuqia e mahniqme e Iranit dhe natyrisht potenciali i pa imagjinueshëm digital i Malezis dhe i disa vendeve të tjera, duke mos e harruar Egjiptin. Një fuqi që jo vetëm që do dhe mundet me ndal luftat,
por një mendësi që është duke u krijuar, një vullnet dhe një shperes e vendeve muslimane që veç ka fillu me mëgullue, do të jetë ajo që jo do t'i parandoj luftat, por do t'a krijon një farë vetbesimi që askush të mos mund më pastaj të nxit lufta në mesin e tyre. Uniteti i parë në tryezën e armëpushimit realizohet nëpërmes unitetit të fuqive paraprake që çojnë drejt atij armëpushimi. Jo rastisht thash, në fillim nuk dua t'i bëj përshkrim kësaj video, për ta përfunduar me fjalin Mesavian. Pas luftës së 7 tetorit 2023, më falni, asgjë më nuk është në botë siç ka qenë para kësaj date, sikurse rezistenca palestineze, me gjithë shkatrimin që ju bë, jo pse dëshiroj rezistenca palestineze, apo pse nxiti luftën, sepse vrasjet, gjenocidje, masakrat, ka vitin 1948 kanë vazhdu, po tash në bregun perëndimor, çka janë të bo palestinez? I kallën, i mytën krejt, të janë marrë me shtëpia, me toka, me kolonët izraelit. I ka hi bregut perëndimor, thuaj se njëjtë sikur më para Gazës. Pra, kjo rezistencë i zgjoj njerëzit e botës, i zgjoj sidomos muslimanët, në veçanti arabët, dhe i dha një grush të fortë botës në përgjithësi, të krishtere dhe të gjitha kulturave, se ajo çfarë qenë kështën nga vitin 1948, pas kështë qenë një farsë, pas së cilës qenë kështë përgatitur plan programi për zhdukjen, masakrimin dhe vrasjen masive të popullit palestinez. Deri në videon e radhës sante me izën e Zotit, inshallah muj me e boe, siç ju premtova siç thash se do t'i bëj ka 2 video më të shkurtra, shihemi aty ka ora 22. Inshallah.